Do të kemë një lidhje të drejt për drejt në intervistë në Skype. Tonin Simonin është nipi i kardinalit Ernest Troshani. Simoni, përshëndetje. Përshëndetje, një njësi. Ju falemderit. Simoni, së pari, si e priti kardinali Ernest Troshani momentin kur mësoi lajmin e ndarjes nga jeta të Papa Franceskut? Të thënë drejten, e priti me trishtim për një minutë. Por maj trishtum kja kënë nëse aj. Aj tha, kja është shpirti. Kush beson Zotin nuk vdes, në rënjet. Ishte shumë optimist, shumë i besimit me Zotin. Prandaj, aj tha, Papa Francesco në ka lënë jetim. Por veprën e ti do të vazhdojnë gjitha mënyra. Do t'jemi afer. Edhe me njëherë, foli me Vatikanin e thirrën e bani ata lutjet e veta, neta do të përqojmë këtë vete me lutje. Se kja është jeta jonë. Në palan një thesar shumë të malë, Papa Francesco, unë kam pas nërin të takoj 7 herë. 7 herë keni takuar Papa Franceskun? 7 herë, personalisht 7 herë. Edhe kam përshtytjet matë mrekullueshme të njeriut i përvujt, i thjesht, me humor, me gjithat mirët. Kemi kënë Santa Marta, Temenza, u qote vete, merte me hangër aty, qikur një njëri thjesht. Mëna e kena dalë në korridor, ka folë me nesi me kënë shok, ngusht. Shumë i mrekullueshëm. Po për Shqipërinë, për popullin shqiptar, Simoni, pse ju keni qenë 7 herë keni takuar, keni shoqëruar dhe kardinal Troshani. Po. E kishte në zemër popullin shqiptar. Se nga që a kishin tregu, nga që a kishte pa, nga a i tha, ju keni pas regjimin ma pekatar që ka pas e Europa, sidomos ka këshi kundër klerit e kundër fe. Por, populli shqiptar ka ditë të majnë, thote, është një popull me vlerat nalta, nga goja tije, kanë fjallë të thonë nga goja direkt e papës. Rënoft populli shqiptar, rënoft Shqipnia, disa herë nga ka thanë, kur në takote, e kur e në përqafote. Ka pas një përshtypje jashtë zakonshme për Po për vizitën që zhvilloi për herë të parë në Shqipërinë 2014, pas asaj vizite, ju kur e keni takuar, çfarë impresionet, çfarë ka thënë Papa Francesco? Papa Francesco ka thënë, kam net i shtangun, me gjithate e di se Zoti ka kriju njerëzit si kriju sa ma e bukur. Po në Shqipëri kam gjetë një mikpritje, një vazhdim. Në Shqipëri nuk ka bashkëjetesë fetare, ka vazhdim fetare. Mandej Zoti ka folë, edhe Axha e kam pa, edhe kardinali, e ka këtë tendencën, nuk i danë me fe. Zoti ka kriju njëri, nuk i danë me fe, absolutisht. Edhe Papa ka pas tendencën gjithmonë mos me da, me thanë ja ky ja. Zoti na ka kriju, po gjithkush më ka marrë rrugën e vetë, na ka dhënë lirinë e vetë. Një simpati të mërshme për mikpritjen, për dashnin e Shqipërisë, për dashnin e popullit shqiptar. E kam zemër, thotë, popullit shqiptar, sa është një popull që ka vujt shumë, edhe ka ditë ta majnë krenarin, ta ditë ta majnë fenë, ka ditë ta majnë Zotin, ta venë planin e parë. Presidenti e Kosovës, Vjosa Osmani, në reagimin ngushëllues të saj, tha që në një takim që kishte patur me Papa Franceskun, ai kishte premtuar se do ta vizitonte Kosovën. Këtë punë e kena diskutu njëherë personalisht me Papa Francesku. Edhe ata kardinali ja ka kërku personalisht, kam kënë në dhonë aty, kur do ta pranojmë Kosovë, kur do ta njofim Vatikanin Kosovën. Se po napa, Papa me një gjest, një përqafim, kështu, janë çështje shumë të koklavitora ndërkombëtare, por jam ty punu ditë e natë që ta njofim Kosovën, se Kosova meriton, se Shqipëria e Kosova e meriton të jenë një. Pra, ja ka kërkuar këtë kardinal Troshani, ku ju keni qenë veti pranishëm në takim? Veti pranishëm, absolutisht, jo një herë, po 2 herë. Bile ishte edhe arqipeshbi i Prishtinës, ishte ma përpara, e na thot, shiko,
ju shkoni te papa, tash do të takoni, jeni në Santa Marta, se na kena fjetë vazhdimisht në Santa Marta, aty ku flet e papa. Edhe i thot, po i thoni gja, mos u bën marake, thot, kam vetë marake, kam vetë, jo një herë, po 2 herë, edhe mos ja ka kërku papsi, ka thonë, kur, po bat, mos u mërzit, edhe bate një gjest shumë të mrekullueshëm, një përqafim, sikur ishte aty, por ishin disa konjunktura internacionale, ndërkombëtare, që nuk do të bëj figura, thote papa, pa kënë gjanat e sigurta, pa kënë disa ngjarje që do të rrjavin vedit, mësumani merak, se shpejti do të bëj. Simoni, si ndjeni dhe si jeni ndjer ju që keni shoqëruar në të gjitha takimet dhe keni takuar mbi 7 herë Papa Franceskun? Pse Papa Francesku është cilësuar ndryshe nga papat e tjerë? Çfarë e bënte më të veçantë? Athe të thëmë drejten, unë kam taku Giovanni Paolo II, kam me 25 minuta audiencë private me te, Papa Vojtilin. Kam taku Ratzinger, kam me edhe me te 2 herë, 3 herë. Papa Francesku i veçantë, jam një shumë i trishtum. Kam pas një trishtim se ma duk sikur na muhen një copë e njerëzis, një copë e humilitetit, një copë e vujtjes njerëzve. Ai ka qenë afër njerëzve të vujtën, njerëzve të thjeshtë. Pra me e kam mirë edhe në qikpor, sikur thot edhe Axha kardinali, ata i vend shpirti shenjt. Du më thanë aty do t'jenë se zban, do t'kenë një vazhdimësi shumë të madhe, do t'kenë një vazhdimësi që veprat e Papa Francesku do të shkojnë përpara. Sa është në të rrallë që ka ma disa reforma jashtëzakonisht rëndësishme në Vatikan, ka më afru popullin. Ishim një mledhje me Val Gardena, 800 familje, edhe një gruj ban një pyetje kardinalit. I thot, pse njerëzit janë të ardhur ma pak në kishë? Si ka mundësi? Edhe pas një hezitim, kardinali Axha i thot, për fajin tonë. Wow, 2000 vetë atje. Si thot për fajin tonë? Na thot jenë atje u largu, thot, nga qikë, thot, nga kisha. Edhe Papa Francesku na thaj ditë, i peshvit tonë janë t'ju marrë ma shumë me polazin e me bankat e kishave se me njerëzit. Kja ishte, kja ka kënë që e ka ban Papa Francesku special. Afrimi me njerëzit, me i tash njerëzit, mu afru. Edhe një gjanë shumë bukur, unë kam lezu librin e ti që i ka ban kujtimet e tia, thot një njeri që nuk dënë vllain e vetë, afërmin vllain e vetë, është rrenë se donë Zotin. A i thot du Zotin, është një gënjeshtër e madhe. A i që nuk dënë vllain e vetë. Simoni, a jemi vërtet jemi, një popull me fatë. 2 papa e kanë vizituar Shqipërinë pas rënies sistemit komunist. Në 1983 Papa Gjon Pali II dhe Papa Francesku. Një popull i bekuar. Është e vërtet. Një popull i bekuar me fatë. Na kanë vlerësuar shumë. Por, thëmë drejten, duket se populli shqiptar e ka meriton. Është një popull tamam me virtytet mira, pavarësisht kohëve që kanë kalu, pavarësisht rrebesheve, pavarësisht situatave, po është një popull me të vërtet me virtytet nalta. Kësaj takon me levdu vedin, po ta thëmë drejten, populli shqiptar i meriton të gjitha. Absolutisht po, është me pas kardinal shqiptar, mas ata tjerë që kanë kënë, që thot papa këta kanë kënë origjina, ata kanë nëme ka 400 vjetë në Itali, po këta janë shqiptar, tamam marrë nga Shqipëria, si Koliqi, si Axha, a e ka vlerësu vetëm si njeri, se të regoj një episod për kardinalin, kishte vdek një nga hetusat që i ka ba tortura, nuk pa japem nga të shqisi, s'po bajmë gjikim. Edhe i thamë, pas ka dek, i thamë unë e i, më falë për shprejën, e i qenë, i thamë unë, që të ka torturu. Kur, tha ka dek? Mrami, tha, që mora vesht për televizorin. Sa mirë, tha, nuk e kam thanë meshen, po shkoj e thamë meshen për shpirtin e ti. Qa ti thush? I jashtëzakonshëm. Qa ti thush? Jeni me fat që jeni pranë
kardinalit Ernest Roshani, ashtu si që është me fat dhe ndjet krenar çdo shqiptar që ka Ernest Roshani kardinal në Firenze dhe si që tha dhe ju i dyti pra si që tha dy kardinalet shqiptar, por që kanë ardhur nga Shqipëria. Dhe kjo është patyshim një bekim për të gjithë popullin tonë. Direkt shqiptar. Aqja jeton me mu, jetojmë një shtëpi bashkë, zohemi bashkë, rrim bashkë, ham bashkë, kam marrën direkt se kera jetu gjithë jetën bashkë në Shqipëri me te. Kështu jemi një vend, një shtëpi, jeton me mu. A e ka mendjen, le të themi, dhe syt drejt Shqipërisë, atë pyet çfarë ndodh, a i ndjek zhvillimet? Ta tregoj një gjë të vogël. Kur vim në Shqipëri, thot, këtu është ajri i mirë, thot. Këtu merret frymërisht. Këtu më qilet zemra, këtu më hapet syni. A kupton? Mendën e zemra. Edhe unë, por sidomos ai, kur vim në Shqipëri, thot, kja është jeta. Këtu është vendi jonë. Unë të falenderoj. Falenderit shumë. Ishe kënaqësi. Falenderit ju e punë të marë e ditën e mirë. Falenderit. Ishi me Tonin Simonin, nipin e kardinalit Ernest Roshani, që jetojnë së bashku në Firenze dhe morëm pikërisht këto përshtypje dhe padyshim edhe këto informacione, por padyshim që bota katolike ka humbur njeriun e saj më të rëndësishëm, Papa Franceskun, i cili ka vizituar